Përshëndetje të dashur shikues të podcastit tonë, Zoja Këshillit Mirë. Sot kam kënaqësinë dhe privilegjin me pas në studion tonë të pranishëm të Nërumin, Domlush Gjergji, meshtar shqiptar i Kosovës, i cili si dje ashtu dhe sot e kishin pranishëm këtu në Bazilikën Nana Këshillit Mirë për të kremtuar muajin e maj, por megjitha edhe në kuadër të hapjes i 130 vitorit të shpalljes së Zojës së Këshillit Mirë si pajtore e popullit shqiptar, por edhe të hapjes së vitit jubilar. Në këtë rast, Domlushi ishte i pranishëm për të kryesuar meshën shenjtë, ditën e shtunë, edhe besimtarët tonë kishin kënaqësinë, privilegjin për të njohur fjalën e tij, megjitha një fjalë që ju dediku për shpirtënisë, kulturës edhe historisë së popullit tonë shqiptar. Sot e kena këtu në podcastin tonë, Domlush, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta edhe një herë. Domlushi, përveç viteve që nuk janë të pakta mi shpinën e shpatullat tuaja të forta, ju keni një histori të gjatë në kuptimin jo vetëm thjesht në Kosovë, por në vende të ndryshme, në mënyrë të veçantë në Itali. Formimi juaj kryesor është bën në Itali apo jo? Formimi bazë klasik është bën në Dubrovnik, në gjimnazin klasik të jezuitët, dhe unë atje i kam marrë themelet, vitin e parë të filozofisë e kam kryer në Split, e pastaj rezultatet e mia i peshvi i atëhershëm, kur i pasën gjitha i kisha 10 me lavdat që ishte nota më e madhja, tha do të çoj në Rom. Unë se kuptoja se isha shumë mirë në Split, e i tham shkeqësi ju lutëm, me leni në Split se ndihem jashtëzakonisht mirë, është parashimi i parajsës për mu, se edhe profesor, edhe nxënësit me dashin, isha unë me domnon me vllaun tim, pas 45 viteve ku kishte qenë një shqiptar dikur, i Zotnik Prela. Dhe ende e kujtonin në Split dhe thëshin, nuk jeni ju shqiptarët e parë. E kem pas një shqiptar, mërgjimtar, dikur prej Shkodrës sonë, se prej Arrës së Madhe ishin printet i. Por, studimet filozofiko-teologjike i kam kryer në Rom, në Universitetin Papnor Urbaniana, dhe aty ka qenë kënaqësi se kam qenë me studentët prej mbar botës. Kanë munguar Kina, por ka qenë Formosa, prandaj kinezë të ka mungu Shqipëria, por kemi qenë 10 shqiptarë prej Kosovës dhe prej Malit të Zi. Prandaj ishte një katolicitet. Ju, përveç formimit tuaj, sigurisht që ju thatë keni marrë një pjesë në Split, por atë filozofik dhe teologjik, i farë mënyre atë bromosit në aspektin fetar, e keni marrë në Rom, që është qendra e katolicizmit, është zemra e katolicizmit marbuten. Por, për te faktit, ju nuk keni rresht asnjëherë, edhe pse keni jetu një pjesë kohët në Rom, syti keni pas gjithmonë nga Shqipënia, nga Kosova, nga treva shqiptare. Edhe ju keni studiu edhe në La Sapienza. Po, paralelisht, unë ju paraqita rektorit dhe i thash, zotëri, dëshiroj të përgatitem sa më mirë për misionin tim mështarak. Kur të kthehem në Jugosllavinë atëhershme, që ishte komunisto-socialiste, unë jam vetëm me shkollë të mesme gjimnazin klasik. Nuk njohin studime filozofiko-teologjike dhe titujt këta. Me intereson të shumë psikologjia dhe atë vit u qel edhe Instituti i Psikologjisë. I thash rektorit, unë me lejen tuaj, paralelisht pasi ligjëratat jenë pas dite, do të regjistrohesha në Universitetin Shtetëror La Sapienza. Rektori më këshyri dhe më tha, a ki për me? Thash, me seriositetin më të madhe. Tha një kusht, me i pas gjitha 30 në filozofi e në teologji. Nëse një e ke 29 apo 28, anullojmë ose Universitetin
La Sapienza ose Universitetin Urbaniano. Unë hala. Thash, minimin e Zotit e pranoj edhe këtë kusht. Edhe kur njeftime në asni provim s'kom dështu, gjitha i kom pas 30 dhe për pos 30 e kom pas edhe lavdata. Edhe në Universitetin e Romës, deshti Zoti e kom taku lëvizjen e madhe katolike Komunione Liberacione. Dhe e kom njohur personalisht themelusin e saj Don Gjusani. Dhe Don Gjusani më thoshte, ka sjellë Zoti, se këta mendojnë se vetë qeverisja e Jugosllavisë është kulmi i demokracisë. Dhe atëherë në Romë ekzistonte një bindje e rreshme, psalso, se me të vërtet Kardelli ishte ideologu më i madhi i njerëzimit me vetë vendosje. Domnilësh, ju në La Sapienza jam informu që keni bërë një punim, një doktoratur me cilin ja kushtoni grus shqiptare. E këtu s'mund mos ta përmendi Ernest Kolicin e madh, i cili ishte atëherë pasqyrja jon, ai e themeloi Institutin Albanologjik, katedrën, dhe me qina mia student nuk ishte sallë të madhe në Universitetin e Romës për të dëgjuar ligjëratat e tij. Ai më tha, të dua për 3 arsye. Një, tha se e kom pas edhe unë një vlla prit, Do Michele. Nuk e dinte se është gjallë. Që është kardinali i parë. Pastaj ishte kardinali i parë. Pastaj më tha, të dua se ke zgjedhur një argument, gjysa e popullit shqiptar është për zgjalljen e varr, sepse ne e kemi ruajt bot kuptimin turko-otoman ndaj femrës dhe e kemi robruar, nuk ja japim të drejtën, ajo nuk është person. Dhe e treta, fillova të grumbulloj materialet për Nanën Tereze. E i thëmë, profesor, 3 arsyna mjaftojnë, s'ke nevojë të numërosh më tepër. Pse pikërisht temen për migrun shqiptare? Dhe më thënë, qatë ka mundës që të ka ushqyer dëshiren për të hulumtu ma shumë migrun shqiptare? Edhe, cilët janë kënë, po thëmë kështu, konkluzionet, përfundimet që ke arrijtë nëpërmjet e punimit tanë? Arsyeja pse ishte se e përjetoja në çdo hap që populli shqiptar është armiku i vetvetes, sidomos i botës femrore, se femra nuk e kishte dignitetin dhe personalitetin njerëzor. E këto nisesha prej rrethit ambientit familjar, prej nanës së ime të ndjerë edhe të tjerëve, të cilët në opinionin publik nuk e kishin zërin që duhet ta kenë. Përfundimi i asaj është e bëna një analizë të stërkolluar të letërsisë shqipe, ku i paraqita ata që e përshkruajnë gjendjen dhe shkrimtarët të cilët janë vizionarë, vegimtarë, të cilët shohin se nuk është gjendja e mirë, se duhet të ndihmojmë edhe nëpërmes letërsisë, por e bëna një analizë psikologjike identifikimi i popullit shqiptar me popullin turk. Në momentet kur Turqia ishte në dekadencë, ne nuk ditëm të rrështohemi. Ne nuk ju rrështuam popujve të mëdhej dhe popujve civil e të qytetruar të Evropës, për ne mendonim tashmë se vendi ynë është me Turqinë dhe nën Turqinë. Jeronim de Rada, shkrimtari i madh Arbresh, ai në gazetën që e udhëzte La Nazione Albanese, ndër të tjera shkruan, është paraasi i rilindasve shqiptar. Ai thot, o shqiptar, ne jemi në nësundimin e një bishe të egër që thuhet Perëndoria turko-otomane. Kjo bish është e plagosur dhe pongodhë, por ne po na shtin përse gjalli në varr. Dhe kjo i ndodhi fatit historisë e popullit shqiptar, që ne, po mos të kishim pas të rilindasin, ne ndoshta edhe sot do të ishim pjesë e provincës të një Turqijës moderne.
Prandaj vedia se nuk jemi trush, po jemi i lirë, jemi arbër dhe jemi shqiptar. Vedia se kemi një histori, një traditë dhe kulturë mase 5.000 vjeçare. Vedia se jemi populli i parë që i kemi pranu Krishtin dhe krishterizmin me Shënpalin dhe nxënësit e tij. Këtë e tha botërisht edhe delegati apostolik në Sloveni, i cili ishte edhe për Kosovën, Julius Janoš. Ai tha, ju kom lakmi, ishte polak, dhe tha, ju kom lakmi, ju prej gojës së njerëzve që e kanë pa, e kanë prek Krishtin e ngjallur, e keni marrë informatën, apo ungjillëzimin, apo shpalljen e lajmit e mirë. E keni menduar ndonjëherë që Provania hynore ka vepruar shumë tek ju, me gjitha edhe për faktin se ju keni hyrë me studiu tiparet, me studiu gru shqiptare, ato që ju thot karakteristikat, shtypjen, dalja nga periudha otomane, humbja e rolit të grus, po thojmë në sferën publike të Shqipërisë, por paralelisht ndërkohë që ju keni studiu këtë gjë, ju keni filluar më njoft me i gru shqiptare, që ndoshta është, po thojmë, gruaja vërtet jo thjesht shqiptare, po është personifikimi më i mirë i një gruaje, jo thjesht shqiptare, po edhe botnore, sikur sa është Nën Tereza. Ajo ishte preludi apo parathënia e gjithë asaj që unë ma vonë me 18 libra të përshkruara nga unë në gjuhën shqipe gjitha, pastaj të përkthyera dhe të botuara në 35 gjuhë. Tash është gjuha 36 japonishtja, e cila i bashkangjitet, sepse e gjeta një model të përsosur të gruas shqiptare, e cila është ilire, është arbrore, është shqiptare, është katolike. Kur e këta ku për herë të parë? Për herë të parë, me 29 mars të vitit 1969 në Romë, gjithë natën shkrojta pyetje, isha i emocionuar kur do të takoj, as nuk më ka lanë të qeli qantën. Me përgëdhente, me përqafonte, mi prekte dur, dëshonte të dëshërit të marim e rahjes e zemrës. Dhe më tha, ke zjerët më të mire, sepse t'jesh i Krishtit, kjo është dhurata më e madhe. Dhe më lutë, mi mori dur të fëmija, në dur të veta dhe më tha, të lusë, bërë më shta. Ti ke ndaj shumë kohë me te. Ke folë me Nën Tereze, ke bashkënda mendime, ke udhëtu me te. Qa thonë të ajo? Si e shifte mi gjitha Shqipnin? Sepse në kohën kur ju keni njoft, 69, vite 70, Shqipnia këto ishte në kulmin e regjimit ateist komunist. Ajo kishte familjen në Shqipni, por vetë nuk mund të hynte. Cilat ishin ndjenjat e kësaj gruaje fisnike e për këtë situatë, e për veten e saj? Vojtja e saj ishte e madhe, por e fisnikrume me fe dhe me dashuri. Ajo ka vojt shumë për Shqipërinë tonë. Ka vojt shumë për nënën Loke, me cilën është nda përse gjalli në stacionin hekurudhor të Zagrebi. Njëherë kur ishim në Zagreb bashkë, e marrë në makinë dhe sjell andej këndej, dhe ajo nuk kupton ku bëshoj. Qëllimi ishte ta çoj në pikën ku për herë të pa fundit është të përshëndet me nanën Loke, cilës i përtiste shkruaj që ne e bënojmë kur të ndrysh atje. Edhe kur e ka pa stacionin hekurudhor, atëherë unë nalë, e po më thotë nalë pak. Dhe aty sigurisht e ka përjetu ndarjen e dhimbshme për zgjalli prej nanës Loke e për motrës Ake. Por ajo s'ka leju kur asnjë fjalë, jo vetëm ta thot kundër Shqipërisë e kundër popullit shqiptar, por edhe kur ka ndodhur një ngjarje që motrat e saja ishin tashmë në 7
vende, me 7 kuvende në Shqipëri, e në një vend hajnat si hajna kanë hy edhe kanë vjedhë diçka. Tash motra e prore në Kalkun, thot, do t'i tregojmë Nanës Tereze çka ka ndodhur. Edhe ajo ka dalë me strategji, i thot, Nana Tereze, kemi marrë një lajm se në Shqipëri kanë hyrë hajnat dhe kanë marrë nga depoja dhe magazini gjëra ushqimore. Thot, motra tona, a janë mirë? Po, mëse përmen ma, mëse thuj ka s'kuj, në fajnë mua, sepse ajo vujtjen e ka frymëzuar nga vujtja e Krishtit dhe më kujtohet dita e shpërblimit Nobel, kur unë e bëra një intervist në gjuhën shqipe me te, dhe ndër të tjera i thash, pyetja ime ishte, tash je në pjedestalin e nobelizmit, titulli më i lartë që bota ja jep dikujt. Shpërblimi Nobel për. E në Shqipëria jonë, unë ndalë me seriozitet, më shyri gjatë dhe më tha, ti je meshtari i Krishtit, ti je kuzhinjeri i Zotit, dhe më tha, ti e di se jeta e Jezu Krishtit nuk përfundon të premtën e madhe në kryq, por të diellën e Pashkve, me ngjallje, me ngritjen e qiell dhe me ardhin e Shpirtit Shenjtë. E atëherë, sikur në eufori të thoshte, Shqipëria do të ngjallet, më tha. Pra aja kishte shpresë që sigurisht, e kishte siguri që do të ngjallet Shqipëria, edhe e përjetoi, edhe erdhi me kënaqësi të merrte pjesë në takimet e para, e priti edhe papën, edhe e përjetoi që Shqipëria së fundi po i kthehet Krishtit dhe krishterizmit që janë rrajën tona. Domlush, besoj ju jeni njeriu i duhur për të bërë një pyetje delikate që shumë herë njerëzit edhe i ka mundu, edhe vazhdojnë me i mundu, edhe me kanë shumë të qartë. Për shembull, edhe në qarqet mediatike, edhe në Shqipëri, po besoj edhe në Kosovë, edhe ku ka shqipfolës, të në bërë një pyetje. Nanë Tereza, a ka ditë Shqip? Ka ditë në mënyrë të përsosur Shqipën, e ka rujt edhe, do të thënë diçka që nuk e kam thënë kur, por sot do ta them. Jetë zoja edhe duhet me arfy, gjithçka. Unë do ta them këtë gjë. Në shtator të vitit 89, kur ajo ishte në shtratin praktikisht të vdekjes në Kalkut, dhe kur kishin ardhur mjekët prej Vatikanit, prej Italisë, prej Amerikës, dhe kur zemra e saj ishte shumë keq. Unë shkova, se ishte dëshira ime ta shoh, dhe mendoja për herën e fundit, që ka fatkeqësisht nuk ndodhi, dhe kur më pa, ajo në shtrat, afër shtratit, e kishte shejtmushmin sakrament. Unë dëshiroj ta përqafoj, ta puthej, edhe thot, adhuroj Krishtin. Unë mendova se, atëherë kur e pa, se nuk po e kuptoj se ku është Krishti, me kishtë më tregoj, ishte një qiri i vogël dhe një kuti në cilin ajo e ruante shejtmushmin sakrament. Dhe më tha, jam në shoqëni të mirë. Dhe atëherë u përshëndetëm dhe gjitha gjanat çka ajo i vunte i ofronte Zotit pikërisht për këtë. Më tha mua, e këto deshta ta them që nuk e kam thënë kur. Ama ke sjell gramatikën dhe sintaksën anglisht shqip. Vetë me veti. Shpeshoj vetën, mjekët me thanë 5 minuta. 5 minutes, father. 5 minuta. Unë me gisht Ty nëmërua e ty këqyrë orën, ajo me hetoj.
se unë kështu nën tavolinë, thësha se mjek i kishin kamerat, këtë dhoma ishte me aparatur. Ata e përcillin për jashtëmi gjendjen e saj. Dhe mendonin se emocioni, takimi me mund të t'i bante keq. Mjeku kryesor që ishte i Vatikanit më tha, Dovlush, medicina ma konkreti. Zemra e nanës Tereze ka funksionu në mirë për sosën sa ke qenë ti. Sepse ajo ishte emocionu. Po i kthehem në ngjarjes. Malli. Po i kthehem në ngjarjes. E jetoj unë me bishësyni mundohesha mos ta te i kaloj 5 minutë. Ajo hetoj se po e shikoj orën e më tha, çka ke? Atër me i thonë 5 minuta se i e keq, dhe mu isha. I thonë une, do të rritë 10 dit. 10 dit? Tha, ti do të vdish në kalkull. E unë, si në avokatash, nëse vdes me boros në oborin e shpijes tane. Ku është shtëpia amë edhe sot dhe ku ajo pushon trupi i saj. Atëherë, thash edhe mjeket janë shumë rigoros, kur kanë marrë vesh se vijnë prej Ballkanit, se janë biografi ju, më kanë leju për nyshe nuk lejojnë vizita. Pa, çka din mjeket? Jeta nuk është në dorë të mjekve, por në dorë të Zotit. Edhe po më thot, jetën ja kom kushtuar Zotit dhe më zi pres një ditë të kthehem të Zotit. Sepse Dovlush, Nën Tereza tek motrat ka hyrë dikun rreth 18 vjeç apo jo? 18 vjeçare ka qenë kur ka vendos me 14 gusht të vitit 1928, pikërisht në letnicë para zojës sërnagore, duhet të bëhen motor misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. Pas 6 viteve të lutjes dhe këshillimeve. Në letnicë ku ju jetoni aktualisht. Po ku Nën Tereza ka marrë edhe thirrjen e parë. Por doja të thoya pikërisht këtë që Nën Tereza për 18 vite ka jetuar një familje shqiptare ku është folë shqip. Po. Edhe logjikisht është pamujtur që një njeri për 18 vite ki fol një gjuhë edhe ta harrosh. Ajo s'ka harruku. Ajo s'ka harru. Ju, dhe me thanë, keni folë ndonjëherë në Shqip bashkë me te? Gjithmonë, jo ndonjëherë, dhe gjithmonë më ka thonë folë Shqip. Nëse se ka kuptu, më ka thonë përsëri të ka dale dhe gjenje ndonjë shprehje tjetër, që për t'ja përkujtuar asaj. Por ajo e ka hetu se Shqipja është njësuar apo bashkuar me 2 dialektet, geg dhe tos, dhe është krijuar gjuha letrane, dhe për këtë arsye më thoshte, duhet të flas si flet sot populli im. Për atë arsye në publik, ajo kishte droj, mos po gabon diçka, por në shkrim lexim, ajo ka qenë mësuese, unë kam me 100 letra të saj që ja ka dërguar nanës Loke në Tiranë, motrës Aga në Tiranë, Lazrit në Palermo, i kam si dëshmi, gjitha janë në gjuhën shqipe. Dhe shpërblimi Nobel për para 1200 gazetarëve nga mbar bota, kur ka qenë në katedrën e Pashës pas shpërblimit Nobel, unë s'kam dash ta definoj atë si shqiptare. Dhe i kam thonë, as vetë, kam thonë, cila është lidhja juaj me popullin shqiptar? E ajo më shkruan, e atë letër e kam bërë dhe si titull të 17 vepër tim, e kam në zemër popullin tëm shqiptar. Dhe e ka shkruar shqip, e ka përkthyer vetveten anglisht dhe ma ka dhuruar. Unë isha aq i lumtur që në gjatë tilë se fillun gazetarët gjithë të bisedojnë njëri me tjetrin, nuk qenë ka indiane, nuk qenë ka amerikane, nuk qenë ka italiane, qenë ka shqiptare. Atëhere, Nana Tereze, unë e kisha një mendim.
pse nuk e nënshkruan kur Bojaxhiu? Edhe derisa mendoja, unë e lexoja, e kam letrën në arkivin tim, letrën dhe porosinë e saj, motra Tereze, ajo si ta lexonte mendimin i thotë, ma jap letrën. Ja kthej e nënshkruan. Është hera e parë dhe e vetme në historinë e jetën e saj Bojaxhiu. Me nënshkruhet edhe me mbiemën të plotë. Domlush, ne besoj edhe ne që jena ma të ri, por në për foto, në për video, edhe kush ka pas mundësi me taku Nanën Terezën, gjithmonë jena mësu me pa Nanën Tereze ma të veshjen karakteristike të sarit, edhe me kryqin këtu, po edhe e moshume, një farë mënyre me rrulla, se kështu e njofim Nanën Terezën. Dje, për herë të parë, këtu në kishën e Zojës, ki pa veshjet e saj, besoj, kur ai ishte vajzë, para se shkynte tek 16 vjeçare aty. Cilat ishin përshtypjet? Për pa veshjet e saj që ai ka marrë kur ishte vajzë e re. Përshtypja jashtëzakonshme dhe përjetim i mrekullueshëm, unë kur e kam gjetë atë fotografi, e kam gjetë te Monsignor Nikol Mini, i cili ka qenë kushuriri i saj, se nana e Dom Nikol Minit ka qenë motra e babës së Nanës Tereze. Pra kanë qenë në marrëdhënie shumë të ngushta familjare. Kur e kam gjetë fotografinë, e ai më thoshte, nuk e di, është gonxha kjo. Thëm gonxha burr me motrën age, janë në veshje kombëtare tipike prizreniane që e dëshmon tenorin e jetës. Se ajo ka qenë Gruaja fisnike katolike. Katolike. Ajo edhe kam gjetë letrën origjinale ku ajo i shkruan e prorës generale të motrave të Loretos në Dublin. Dhe i thot, jam shqiptare, gjuha ime amtare është Shqipja. E flas mirë serbokroatishtën që është gjuhë e shtetit. E njoh mirë frëngjishtën. Nuk di asnjë fjalë anglisht, por mendimin e Zotit do ta mësoj aq sa kam nevojë. Pastaj e ka një shprehje edhe një rresht që më prek në zemër. Thot, nuk kërkoj kurfar privilegji apo përjashtimi, por më ndihmoni që të bëhem shëndresh. Ajo letrën e saj. Domlush, ne këtu jemi në kishën e Zojës, ku fatmirësisht edhe Nanë Tereza ka arë këtu, edhe ashtë lut, edhe një figurë tjetër e rëndësishme, sikur se ishte Papa tashmë shenjtë John Pauli II. Edhe Papa John Pauli II këtu ashtë lut në rrënojët e kësaj kishe, edhe ka bërë bekimin e themelit e gurit parë për ndërtimin mrapa e shetënores së Zojës së Këshillit Mirë. Cila ishte njohja e juaj me atë shenjtë? Edhe me gjitha cilat ishin përshtypjet, edhe ç'a mendonte, ç'a thonte për Shqipërinë atë shenjtë? Kam pas fatin, hirin e Zotit që ta njoh edhe më parë si kardinal, sepse një kohë kam kaluar studimet bashkë me sekretarin e tij personal, Stanislavin. Prandaj, atë ditë kur është zgjedhur, unë kam qenë i vetmi gazetar prej Jugosllavisë. Se Partia Komuniste Jugoslave në kryer në Titon, ju ka pamundsu gazetarëve të tjerë. Unë isha kryer redaktori i Dritës dhe bashkëpunëtori i Kërshës Kasadashnos, me cilin i kam botuar 19 tituj në gjuhën kroate në Zagreb. Edhe isha përfaqësuesi i Kanës, i Glas Kuncila e i shumë revistave atëherë katolike. Atë ditë kur ai ishte në lozhën e Shën Pjetrit dhe kur doli në Ballkan dhe kur thot, nëse gaboj në gjuhën tuaj, në gjuhën tonë italishte me përmirësoni, unë kam dhënë intervistën e parë Rai Uno, se isha
atëherë bashkëpunëtor dhe mik me ta, dhe me njerë gazetari më thot të mlush. Fol tash, tham, se fundi kisha katolike do të ketë një pap i cili do të kuptojnë kalvarin e mundimin e kishës së heshtë, si ishim ne e sidomos që ishte Shqipëria. Dhe ashtu edhe ndodhi. Prandaj, ky pap, me pontifikatin e tij 27 vjeçar, ka qenë avokati më i madhi, më i miri i popullit shqiptar. Dhe kjo fal këtij trekanshi. Im Zot Nik Prela 10 vite ishte i vetmi i peshk shqiptar në botë. I kishim arbresht, po ata ishin pjesërisht italianizuar. Edhe Im Zot Nik Prela 18 vite kam qenë bashkëpunëtor dhe sekretari i tij, i shkruante nënës Tereze, i shkruanin bashkë, gjithmonë, dhe i tregonin çka po ndodh në Kosovë. Dhe nëna Tereze e informonte drejt për drejti Papën, pra trekant që ka qenë Im Zot Nik Prela, nëna Tereze, Papa. Papa e kemi një vëllim që e kemi botuar në gjuhën shqipe dhe anglishte. Çdo ngjarje, çdo burgosje, çdo rrahje, çdo dënim, çdo dhunë, çdo e keqe që i ka ndodhur popullit shqiptar në Kosovë apo në troje të tjera, ne e kemi bërë me ditë nëpërmes nënës Tereze Selin Shejtër. Papa, njëherë kur kam qenë në vizitë bashkë me të madhin, të pavdekshmin për mua, doktor Ibrahim Rugovën, me cilin 30 vite kemi qenë bashkë në betejet e ndryshme që ishte sikur Davidi dhe Goliati, dhe kur kush nuk besonte se ne do të fitojmë. Atëherë u kujtohet mirë kur i kemi treguar Papës se çka po ndodh. Papa u nal me një seriozitet të madh dhe profetizoi. Tha, po vjen fundi i komunizmit dhe ateizmit dhe i diktaturave, po lind demokracia. Kjo ishte me 21 janar të vitit 1992, kur ishte audienca e parë private, kur i peshkvi Nik Prela nuk e fliste mbi e rrjedhshëm italishtën, e atëherë e luti Papën dhe protokollin që jam edhe unë në audiencë, dhe kur i tha Papës, unë kam qenë i gatshëm të vdes për kishën katolike dhe për besnikëri ndaj papatit, prandaj për ju. E Papa unal e tha, falenderoj italisht, ti ringrazio fratello per questa fedeltà e per questo grande amore. Falenderoj vlla për këtë besnikëri dhe për këtë dashuri të madhe për kishën dhe për papatin. Domnësh, me që na futën këtë temë, tash të besnikërisë, ju keni pas fatin edhe nëpërmjet nënës Tereze, por edhe nëpërmjet kanaleve të tjera për të biseduar herë mas herët me Atin Shenjt. Në Shqipëri, ne dim që një ndër arsyet pse është bë edhe përsekutimi i dhunshëm, i egër, i klerit katolik, është kënë fakti se i peshkvit shqiptar, shqipnis, nuk kanë pranuar në mënyrë absolute për të nda nga Selia Shenjt edhe nga Vatikani. Edhe janë dokumente kur atëherë diktatori Enver Hoxha i kërkoni peshkvive që ju shkputuni nga Selia Shenjt, edhe unë do t'ju jep privilegje, do vazhdoj me pas ish kombëtare, por ta s'kan pranu. Edhe t'ju mos pranu, ne e dim cila është kenë përfundimi. Ati Shenjt, Vatikani, flasin gjithmonë në atë kohë, se mrapa sigurisht që ka ndjeni. A ishte ndjeni, a ishin ndjeni të këtyne fakteve dhe këtyne ngjarjeve? Jo shumë, sepse s'kishim njerëz, ishte, si thash më parë, prej vitit 69, fundit 69-ës, kur Papa tash Shen Pali 6 i emroi 2 i peshkvi. Tu do të ndërlidhem
edhe me një ngjarje e cila është paralele. Në emën të konferencës i peshgëvore të Jugosllavisë, i peshgvi i atëhershëm kroat prej Bosnës, Dr. Smiljan Franjo Çekada, që ishte i peshgvi i Shkupit, se Kosovën nuk e trajtonin fare si provincë ishte, ai e pati takimin me Marshal Titon atëherë. Edhe Tito tentoi të njëjtën gjë ta bëjnë siç e kanë bërë edhe shumë shtete, edhe Shqipëria, që ta shpus kishën katolike prej Romës, prej Papës, dhe i tha, i peshgvi ynë atëherë, Dr. Smiljan Franjo Çekada, u përgjigj, jemi të gatshëm gjithë, jo vetëm shkojmë në burgje, por edhe të vdesim, por besnikëria ndaj Zotit dhe ndaj viqenit të Krishtit në asnjë mënyrë nuk do ta shkelim. Dhe këtë gjë Vatikani nuk e dinte shumë se kishin pak njerëz të cilët arrinin e depërtonin deri te Papa. Këtu po e tregoj një ngjarje. Papa Gjon Paul II e ka dash aq shumë Nënën Terezë. Nënën Terezë ka dash mu të hjek. Nënën Terezë ka dash me marrë shpërblimin Nobel. Mos kishte qenë Papa. Nënën Terezë kur s'kishte marrë shpërblimin Nobel për paqe. Se në atë kohë ishte një kombinim djallëzor, një prapavi e keqe. Komiteti për shpërblimin Nobel kry me John Sanes mendonin se në mes Papës, Gjon Paul II dhe Marshalli Tito, këta dy duhet njëri prej tyre ta fitojnë. Kur e bën një kërkesë se a meriton, a duhet i jepet shpërblimi Nobel Titos, e gjithë i peshgvi u dërgu ky pitsor. Gjithë i peshgvit me përjashtim një përgjigjen jo, se ai është një kriminal ordinar. Dhe këtu duhet të theksoj se Tito prej 45-s, kur erdhi në pushtet deri në 48-ën, kur u shput prej paktit të Varsavës, është ende mrekulli, edhe nuk kemi dokumente se nuk lejojnë që të hymë në arkivet e shteteve për të hulumtuar, por si mas gjitha gjasave ishte një marrëveshje mes paktit të NATO-s dhe paktit të Varsavës, do me thonë mes Amerikës dhe Rusisë, që ta krijojnë një lloj zonë neutrale për të pasur fërkime mes njërit e tjetrit. Atëherë mbeti Papa. Masoneria botërore u qunë dhe thanë në asnjë mënyrë Papa nuk duhet ta merr shpërblimin Nobel. Dhe John Sanes, tash ndjer atëherë ishte kryetari i Komitetit Nobel, ma besoi këtë gjallë dhe më tha. Atëherë pa afrohet dita e në zdim ka ta zgjedhin. Unë i thash këshillit tim, do të shkoj me 3-4 bashkëpunëtorë të mi në Indinë, Kalkut, kom dëgju se atje ndodhin mrekulli të vërtet. Kur ka shku, Nëna Terezë nuk e ka ditë pse. I ka thonë vetëm, unë dëshoj t'ju përcjell përse afër. Nëna Terezë e ka pas një mërzit madhe me gazetarë, thoshte janë të mërzitshëm si misa, por pa ta s'mundën, sepse ata në bajnë që bota ta dinë se Jezusi është i varfër, e Jezusi vun në të varfër, në të smunë, në të gërbullur. Edhe mas 3-4 dite, vërojtimi të hollësishëm, John Sanes deshti ta gëzoj Nënën Terezë, tha, Nëna Terezë, e kam një lajm të bukur për ju. Ju do të jeni si vjet Nobelistja e paqes. Nëna Terezë e këshiri, rol pa, e tha. Nuk i pëlqej? Jo, as pa. Dhe se mendonte që i të jepte dorëheqje edhe të kthehet qytetit të gërbullurve 18 kilometra prej selisë së saj në Kalkut, ku janë 35.000 të gërbullur, qyteti i Hares e qunë. Sepse hinduistët dhe budistët e konsideronin sikur në besimtin e vjetër të gërbullur janë të ndeshkuar prej Zotit.
E qa tha Nana Tereza? Nana Tereza atëherë i tha John Sanes, e kam një problem të vogël, më leni disa ditë të mendoj. Të nesrit e mori aeroplanin dhe erdhi në Rom. Edhe me njëherë, se papa i thoshte, kur je në Itali, apo në Evropë, s'ke nevojë të lajmërohesh. Ajo shkonte drejt për drejti te papa. Edhe ajo i respektoi gjitha norma, gjitha rojën zvicrane, shefin e protokollit, më rini atje te papa. E u ull, edhe ndër të tjera, po i thot, shejtri ka marrë të me këshilloni. E i thot papa, çka? Thot, John Sanes, nëse kom bajt men emrin mirë, më ka thënë se më kanë zgjedhë për shpërblimin Nobel. Papa i hap krip në stilin e tij, edhe thot, finalmente, se fundi. Nana Tereza i thot, po, është një problem. E problemi është ky. Unë duhet të tërhiqem. I ka marrë 130 shpërblime ndërkombëtare dhe botërore. Shpërblimi im është vetëm Jezusi. Papa Nana i thot, në emër të Jezusit dhe në emër të barkëve, ju shkone dhe me shpërblimin. Sa bukur. Dhe të shkallët e aeroplanin kur ka zbrit në Oslo, Nana Tereza, fjala e parë e saj ka qenë në emër të Jezusit dhe të këpullëve ka marrë, jo për ta marrë unë, por për ta marrë shpërblimin Nobel që i përket Jezusit dhe të barkëve në botë. Ju e kujtoni kur Nana Tereza ka ardhur në Shqipëri, edhe John Paul II, masi ka ra komunizmi, edhe ka ardhur demokracia, po thënë demokracia. I keni taku mrapa. Cilat ishin përshtypjet, nëse kujtoni diçka të veçantë, Nana Terezës, por edhe të Shën John Paul II në lidhje me Shqipërinë? Po thënë, mase ta kanë pas mundësi me vizitu, çfarë përshtypjesh kishin? A kujton diçka? Po, kushërimi im i parë, baba të Vllazën i kemi pasur me Domxhet Gjergjin, ishte përcjellësi i saj në Shqipëri, jo vetëm herë e parë, po thuja se çdo herë. Dhe ai me informonte me në hollësina si e përjetonte Nana Tereza. Nana Tereza ishte shumë e emocionuar kur vinte në Shqipëri. Ju thoshte motrave, kur të shkoj në Shqipëri, do ta dini, por kur kthehem mos më pyetni, se më ngrej zemra. Malli, Malli, për vende. vorri. Ajo, Ata ka shpreh në herë në gjë, kujton ti kur ka ardhur edhe ka taku, po them, vorrin e familjes saj. Mund kujtohet kjo, e çdo deshta pikërisht ka, ma morën gojë mendimin. Kur ka ardhur Nana Tereza me një rast, para se ta kërkonte vizitën të vorri i nanës Loke, dranë lindur Berna i Vojaxhiu, dhe motrës Ake, ajo e kërkon vorrin e Enver Hoxhës. E merr një poqet lule, i vet përpara vorrit, vjen në gjunjë e lutët për shpirtin e tij. Dhe pas një kohe të heshtjes e të tronditjes, thot, e ku është vorri i nanës Loke? Këtë gjest, fatkeqësisht shqiptarët e kanë keq interpretuar, ose se kanë kuptuar. Nana Tereza e ka dhënë një porosi se populli shqiptar dështi apo s'deshti duhet të pajtohen, duhet të falin dhe të kërkojnë falje. Dhe kjo ishte porosia e Nanës Tereze. Ajo, si thash më parë, s'ka leju kur një fjalë e keqe të flitet për popullin shqiptar, aq më pak për Shqipërinë, edhe pse shkaktari kryesor i vujtjes dhe dhimbjes së madhe të ndash në moshën 18 vjeçare prej nanës edhe prej motrës, ta dish se është gjallë, ta marrësh letrën, ma ka kallëzu, e kam letrën edhe sot. Ganxhe Gjyli e ka quajtur
Nanën Tereze, nana Loke, dhe më thonë praktikisht dranja, nuk po mdel shpirti pa të pa edhe njëherë. Ishte klithje e fundit dhe nana Tereze ka vuj dhe ka shku në ambasadën e Shqipërisë në Rom. Dhe ambasadori edhe krejt personali tjetër as nuk e kanë përshëndet, as nuk e ka dhënë dorë. Dhe këta kam dëgju, jo prej gojës se nanës Tereze, se ajo s'ka fol kur keq, për pej motrës Agneze, e cila ka pas emrin e motrës Age. Dhe ka qenë shabashuni dash, me thënë firja e parë në Kalkut. Nana Tereze, kur e ka përjetu këtë gjanë që as nuk flasin vete, as nuk ja shtrin dorën. Ajo thot, nana po me thejrë, nuk mund të vdes pa mpa dhe një herë. Ata rrinë si kur gojnë, dhe nuk e qenë gojnë. Një mur i vërtet. Po, mur edhe nana Tereze thot, për para se ta qilte derën dhe të dilnim prej ambasadës, o shami, dhe tha, o Zot. Deri me sot, me urat dhe me dashuri, i kam thyje e i kam rënua gjitha mure. Por pas ka mure që nuk po i thejka as urata, as dashuri. Kjo ishte dhimbja e madhe, ofshama e madhe. Kulmi i dhimbjes e madhe. Në atë moment, Zoti ja kishte dhënë nanës Loke ngushëllimin. Ajo me Agën kanë jetuar në Tiranë, me dorën e saj, i thot, Gangjil Gjyli, nuk do të shihemi më, se e heton që ka shkallë. Do të shihemi në parajs. E kishte një shpërblim të madh prej ofshamës që nana Tereze e kishte ba atëherë. Domnësh, jena në 130 vjetorin e shpallës së nanës së Këshillit Mirë si pajtore e Shqipnisë. Cila ishte, ose ma mirë, në bazë të kontaktit që keni pas ju me nanën Tereze, bisedave, shkrimeve, cila ishte përshpirtnia e nanën Terezes mi zojën e Këshillit Mirë? Një përshpirtri e jashtëzakonshme, ajo e ka pas një lidhje jetësore me Zojën Mari. Në veçanti me Zojën Çrnagore, apo të Marit të Zi të Shkupit, Letnic, se aty është forku, aty është kriju bindja edhe vendimi i thirrjes, pastaj Zojën e Shkodrës, apo Zojën e Këshillit Mirë. Aja ka shku, nën Tereza ka një foto të bukur, kur shkon në Gjenacan nën Tereza, edhe ka nërko shkru një letër. E kujtoni jo këtë moment? Po, kujtoj shumë mirë, dhe nana Tereze në Gjenacano ka shkuar me një qëllim të vetëm për të lutur për kthimin dhe çlirimin e Shqipërisë. Kjo ka qenë njeti i saj kryesor, dhe aty ajo ju ka thënë edhe motrave edhe etreve Augustinian me lëri vetëm. Dhe aty me gjuj para figurës së Zojës Këshillit Mirë, zemra dhe jeta saj është zbrazë. Ajo e ka lut, e ka përbej, kthej, por në ndihma që edhe ne të kthehemi të ti. Kjo ishte lutja shigjetore e nanës Tereze. Si kujtoj momentin e fundit të jetës së nanës Terezes? Ka qenë disa muaj para se të kalonte në amshim, dhe në bisedën e lirë më thotë si deshti Zoti që vllau im Lazari ta fitonte parajsën para meje. Se Lazari i shkruante, mas shpërblimit Nobel, po kthehen në pak në kujtime, në 79 ishim së bashku, ishte bia e Lazarit, Agja, Bojargjiu Butadauro, e cila ka vdek
merrni me mend se si ndodhin ngjarjet, si është regjia e Zotit. Në ditën kur mu më thret në Strasburg Parlamenti Evropian për të folur për Nanën Tereze, unë në ora 7:30 e thiri agër dhe bisedoj me te dhe më thut jam shumë mirë, se ishte me kancer. Dhe unë e pata një parandjenjë, kjo është vdekje para vdekjes, kur nuk dhem ma, dhe me thonë trupi ka fillu. Kur nuk theva, dikun kam vesnata, e thira, më përgjigj vlau, do me thonë djali i saj, Massimiliano, dhe më tha, nana, ka mërru jetë. Tash po kthehem te ajo çka ishte pyetja. Nana Tereze dhe Zoja Mari e kanë pas një binom. Kanë qenë binaret të cilat e kanë drejtu Nanën Tereze dhe jetën dhe veprën e saj te Jezusi. Edhe ajo në kushtitutat që i ka shkruar me dorën e vet, shkruar çdo murgesh është Virgja Mari. Dhe çdo murgesh duhet ta pranoj Jezusin me stilin e Virgjës Mari. Unë jam shërtoria e Zotit, me ndodhë siç më the ti. Dhe gjithmonë e gjithkund motrat e saj, por edhe shumë lëvizje tjera e themelime që i ka pas, ajo i e ka dhënë një vull, një tipare, një karakteristik të asaj që është përshpirtëria e jashtëzakonshme e ndaj Virgjës Mari. Prandaj Nanën Tereze mund ta konsideroni sikur në letnicë. Krejt që ka vinë më thasin edhe më thojnë Church of Mother Teresa. Thëmë, kjo nuk është kisha e Nanës Tereze, kjo është kisha Zojë. Po më thojnë, këtu Nana Tereze ka vendosur. Është e vërtet. Prandaj edhe ju mund ta lidhni shumë bukur përshpirtërinë, jetën, shejtërinë e Nanës Tereze, se unë me veprat e mia jam mundua pikrisht të depërtoj në atë thellësi. Përshpirtëria e Nanës Tereze e kam vëllimin që e kam shkruar italisht, po pastaj e kam botuar dhe shqip, të jetosh me Krisht, vivere con Cristo, amare con Maria, testimoniare con la Chiesa. Aty i kam dokumentet, e kam shkrimin shenjt, dokumentet e koncilit të dytë të Vatikanit dhe dëshmitare në Nanën Tereze. A mund thojmë dëmlush që për te qarqeve nga njëherë o dashakecse që nuk i pranojnë disa fakte, realitete, a mund thojmë që në historinë e popullit shqiptar, dy janë kënë figurat, ose po thëmë dy janë kënë pikat e referimit të një populli që një farë mënyre na kanë përfaqësu denisisht si shqiptar. Ajo e Gjergj Kastriotit edhe mas Gjergjit Nanë Tereza. Unë mendoj se Shqiponia dy krershe e kam thënë edhe botrisht, e po e rithëm këtu me shumë kënaqësi, mendoj se Gjergji për shekuj ka qenë i vetmuar. Dhe fundi ju ka bashkangjit edhe Gonxha edhe Nana Tereza. Dhe tash Shqiponia dy krershe e ka Gjergjin dhe Nanën Tereze. Besoj se mas këtyre fjalëve nuk ja vlen me e prish këtë muhabet me kaq me mbyll me kaq bukurie dhe estetik, se vërtet Nanë Tereza edhe Gjergj Kastrioti janë, po thojmë, janë pasaportat tona si shqiptar për të kenë të njohur në botë, sepse ta me shembullin, me jetën, me stilin që ata kanë jetu, kanë lënë një shembull të pashlyeshëm në memorien edhe të ne si popull, por edhe të popujve tjerë në Evropë dhe ma gjanë. Unë ju falenderoj përzemërsisht për pranimin tuaj këto 2 ditë këtu në Shkodër, megjithatë edhe për këtë intervistë, edhe tash të dashur dëgjues e shikues të podcastit ton, duke falenderuar Dëmlushin edhe ju që na keni ndjek, ju përshëndes edhe ju la takim herën e ardhshme.